Faleminderit që keni ardhur. Jam këtu nga paraburgimi, ku mbahen në mënyrë komplet të padrejtë qytetarë të cilët dje ishin në protestën e opozitës, një protestë kundër një pushteti tani më që e ka njohur e gjithë bota si një pushtet i korruptuar dhe i lidhur me krimin. Por sot ka shumë rëndësi të sqaroj diçka e cila është një skem e narkopolicisë të Ilir Prodës, ku dy të mitur, 14 dhe 15 vjeç. Gjatë protestës i vjen një zotëri dhe i kërkon të fusin në çantat e tyre të shkollës kapsolla të mëdha dhe pas ja vën aty në çantë, 1 minutë më pas i vjen policia. Po çfarë i kishte thënë ky zotëria? Futeni këto në çantë dhe nëse ju kap policia, thoni që na kanë paguar. Thoni që na kanë paguar. Dhe vetëm 1 minutë më pas këta dy fëmijë i ka policia dhe sot i mbajnë në mënyrë të padrejtu. Janë 3 në fakt të mitur, 14 dhe 15 vjeç dhe djali tjetër është 15 vjeç, që mbahen sot në shkeljet ligjit në paraburgim, me një skem totalisht mafioze të një narkopolicie e cila ka humbur të drejtën për të veshur uniformën. Sepse policia në vend që të ishte krah qytetarëve, por ngren skema të tilla të turpshme. Pra dua ta theksoj, është ngritur një skem ndaj këtyre trimëve për t'ju thënë që futeni këto kapsolla në çantë dhe thoni që na kanë paguar. Dhe për këtë skem, për interesa mediatike, politike të pushtetit aktual, 3 të mitur janë sot në dhomat e paraburgimit. Për mos thënë tjetrën që gjithashtu Vilsoni, i cili është goditur në mënyrë njerëzore në kokë me bombulat e gazit nga narkopolicia e Ergysa Gasit, Edi Ramës dhe Ilir Prodës, vazhdon të jetë këtu kur ai duhet ishte në spital dhe të qëndronte atje. Ne kemi parë se si këtu kanë jetuar në spital të burgosur kanë bërë vrasje dhe i kanë mbajtur nga 1 muaj, 2 muaj në spital. Ndërsa Vilsonin vinë dhe e mbajnë këtu kur ai duhet ishte pa diskutim në spital. Thënë këto, pata komunikim, i kam parë, pa diskutim protestuesit janë më të motivuar se kur për të vazhduar betejën dhe këto skema mafioze nuk do të pranohen. Por rëndësi për mediat sot ka që të bëjmë publike që një skem kriminale është ngritur ndaj 3 të miturve nga narkopolicia e Ergysa Gasit, Ilir Prodës dhe Edi Ramës. Që t'i fusësh fëmijëve kapsolla në çantë dhe t'ju thuash thoni që janë paguar nga opozita dhe pastaj me këtë justifikim t'i mbash këtu në mënyrë njerëzore në shkeljet të ligjit. Unë ju falenderoj shumë që keni ardhur dhe i falenderoj gjithë qytetarët që na kanë mbështetur dje, falenderoj të gjithë ata të cilët u përballën dje dhe i garantoj atyre besimtarëve musliman të cilët u sulmuan dje me gaz lotësielës gjatë kohës që faleshin, i garantoj që narkopolicia do të marrë përgjigjen e merituar. Ju faleminderit.